Në ndeshjen e radhës së Superligës Shqiptare të basketbollit, ekipi Teutës realizoi një fitore spektakolare me rezultatin 93-74. Teuta hyri në këtë përballje sportive e mobilizuar për të siguruar një fitore të rëndësishme. Për këtë skuadra dursake e nisi takimin shumë mirë dhe mbajti avantazhin gjatë gjithë ndeshjes, duke kontrolluar ritmin dhe duke mos e vënë asnjëherë në diskutim fitoren. Trajneri shfrytëzoi këtë ndeshje për të bërë një rotacion të gjerë, duke u dhënë minuta edhe lojtarëve të rinj të ekipit, të cilët sollën freski në lojë. Dy nga lojtarët U21 të Teutës spikatën në këtë sfidë me Elios Kamenica që e mbylli ndeshjen me 18 pikë, ndërsa Gajan Lito kontriboi me 14 pikë, duke treguar potencial dhe duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në fitoren e skuadrës. Teuta administroi ndeshjen nga fillimi deri në fund dhe në fund mori një fitore të merituar para tifozëve të saj.